Përshëndetje, mirë se erdhët në serinë e podcastit Të grave në uniform. Është një projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike. Sot jam shumë nderuar të kem në studio të ftuarën Nexhmie Osmani, e cila është shefe e sektorit të resurseve drejtorisë së policisë Gjilan. Nexhmie, mirë se na erdhe. Faleminderit shumë që pranua ftesën dhe jeni sot me neve. Faleminderit, mirë se u gjeta. Ndihem krenare dhe është kënaqësi e veçantë për anës tem që jam e ftuar dhe jam pjesë e podcastit që ju e keni organizuar. Faleminderit shumë për punën që ju bëni për dita dhe mezi po pres të dëgjoj pjesësa nga jeta juaj. Nexhmie, pse përqafove uniformën? Kush ishte, mund të themi, simboli apo frymëzimi juaj? Arsyeja pse veç vendosa për me marr pjesë dhe mu kon pjesë e policisë ka qenë më shumë situata dhe politika e zhvilluar në atë kohë. Unë në janar të vitit 2002 kam aplikuar dhe kam filluar, domethënë, akademi në polici, gjë që jem konë kohë e pas luftës, asgjë e krijuar që duhet edhe thjesht fillim i çdo institucioni politik, shëndetësor, arsimor, në të gjitha institucionet ka qenë fillimi. Thjesht edhe për polici ka qenë diçka që thjesht nga dëshira e kontributit për vendin tonë, na kanë nxit thjesht të aplikojmë për polic, gjë që ka qenë një diçka që u kone pa rrethshme dhe u kone pa imagjinueshme 2 vite më herët, për shembull koha e luftës, shkatërrimi, thjesht fillimet prej fillimit, kështu prej zeros në secilin hap, si që shkollim, si në arsimim, si në të gjitha aspektet. Ka qenë një kontroll edhe pe ndërkombëtarëve, u kone ju e lehtë për neve, se i kem pas policin edhe thjesht në këtë misionet si OSBE-n, KFOR-in, policinë ndërkombëtare për të gjitha shteteve. Kena pas ndryshime të rregulloreve shumë të shpeshta, një histori që 4 vitet, 5 vitet e para kena pas gjithmonë ndryshime. Shumë frymëzuese. Juve keni patur një përgatitje akademike përpara se t'i bashkoheshit uniformës, përgatitje akademike në uniform, apo keni pa një përgatitje tjetër, sepse meqense tha që më përpara ishte luftë dhe doja të pyesja si ka qenë për Kosovën kjo lloj përgatitje për akademinë. Përgatitjen për akademinë realisht unë kam pas të kryer shkollën fillor, shkollën e mesme para luftës, në shkollën e lartë u ndërprej se afatin e parë të provimeve në prill, domethënë kemi hyrë në provime dhe veç kërciti lufta, mbas luftës, domethënë 2000-ta, ishmi të drejtë me shku në Prishtinë, unë në atë kohë kam jetuar në Gjilan, dhe kena pas veç shkollën e lartë, jo fakultete, s'ka pas fakultete në Gjilan, për shkak të mundësisë të udhëtimit, domethënë për gjendjen edhe regjimin serb që u kon atë kohë, na nuk shumica, sidomos femrat, sigur, te na me këtë mentalitet, jo veç te na shqiptar, po në gjithë botën, femra gjithmonë u kon ma pak e angazhume në për institucione ngritje profesionale. Ondër e kam pas gjithmonë me kry fakultetin teknik, thjesht arkitekturën apo edhe inxhinier kompjuterike. Mirë po, me kalimin e kohës mundësitë ishin ma pak për shkollim me pas një vend punës, u frymëzum të i pa ndërkombëtar që thjesht ushtria, policia, ta jep mundësinë më konë ma human me qytetarët, mundësinë humanizmi mas shumë ti na kanë nxit për me shku në akademi. Me humanizëm, thjesht për siguri dhe për mbrojtje të qytetarëve, më thonë nuk kanë arsyeja që na veç kem kalu në akademi. Regjistrimin kohën kur kam aplikuar në akademi, e kanë pas kusht numrin e femrave, ngritjen e numrit të femrave në polici dhe numrin e ushtarëve të UÇK-s.
herën e parë kam refuzu, me shku në polici, si që kisht nuk ishmi të përgatitur mu konë polic. Në familje nuk e kam pas asken kohë, as në polici, as në ushtri. Me thonë isha e para nga kabilja ime. A ka qenë sfidë të përballesh jo vetëm që hyrë në polici, por edhe një grua në polici? A ka qenë përballje me qoftë me civilët, qoftë me komshinjtë, ka qenë lehtë për ty në jetën e përditshme? Nga fshqinjët ka qenë shumë e pranueshme, po në akademi kur kem fillu, domethënë në kohën kur unë kam aplikuar në polici, ka qenë kufizimi prej 21 vjet deri në 55 vite. Do më thonën, kena pasën në atë kohë në babën tem e kam pas 55 vjeqarë. Më thonë, kolegë që kena kry akademin, kena pas diferencë shumë të madhe të viteve. Më thonën, diferenca e moshës ka qenë shumë e lartë. Nuk ka qenë e lehtë për neve, se fillum mu rrit numri i femrave, do më thonë, në polici, mirë po për krajen e kena gjetëm ma shumë nga antarët e policisë që kanë qenë në moshën e mesme, që na kanë kuptua dhe neve që jena konë ma të rinë me moshë, mirë po dhe ata vjetri që kanë konë me përvoja, ka qenë një diçka që na kanë nëzit, na kanë përkra, do më thonën për me arrit qëllimin e edukimit edhe kryerjen e akademisë me sukses. Të vjen nga një jetë civile në një punë disiplinare që ka vetë uniforma. Sa e lehtë ka qenë për juve? Apo e përqafuat me vrap? Me të thonë të drejtën, derisa veç e kryetëm akademi në Vushtrri në atë kohë, ka qenë mësimi shumë i fortë, se kem pasë ndërkombëtarët në atë kohë shumë të rreptë. Ka qenë një ndihmë shumë e madhe dhe për një vetë rritë, do më thonë me moshë të re që kanë qenën, një frymëzim që mënyra si të dalëm në mbrojtje të qytetarëve në raste të ndryshme, nuk duhet edhe thjesht na kanë edukuar atë pjesën që pa marrë parasysh ai femër apo mashkull të gjithë mundemi mja dalë. Nëse dojmë, do më thonë këmbgulësia jonë arrin që t'jem të barabartë me meshkujt, gjë që është shumë reale, edhe kena arrit më kona, do më thonë, qendër të vëmendjes, ma shumë si femra edhe si polic, para qytetarëve se sa meshkujt. Pse? Se ka qenë një diçka e re për qytetarët, që qysh një femër me qenë për shembull në polici. Qysh me marr pjesë me një protestë, me marr pjesë me një rrahje, me një rast emergjent, kur na kanë pa njëve femrat, edhe qytetarët na kanë ndihmuar. Do të thonë edhe ata në mënyrën më të mirën të mundshme na kanë përkra shumicën e rasteve, në rastet e ndihshme, për shembull, në rastet e dhunës në familje, në rastet e trafikimit të qenieve njerëzore, në këto raste kur femrat kanë qenë më shumë të sulmuara dhe kanë qenë shumica e numrit të tyre viktima, ato e kanë një vetën shumë ma letë dhe thjesht i kena pas ma letë jetimin edhe paraqitje në gjykatë të rasteve për shkak se janë i ma të lirë për shkak të gjinisë tonë. E kena pas të cungume këtë çështje të gjuhës, u dasht me pas për kthysen se cili ndërkombëtar, do të thonë se cili polici i ndërkombëtar, u kom pak më e vështirë. Momentin që u bën masi veç kalun 3 vite, 4 fillun gradimet e zyrtarëve vendor, atëherë ka pas çështje tjetër. Atëherë muj me thonë që ka pas sfida më të mëdha. Që janë? Disa? Mund të na i përmendësh? Kush mund të jetë? Po, ka pas ndryshime se momentin që veç fillun gradimet e zyrtarëve vendor, do më thonën, i gradun klasën e parë të gradimeve, do më thonë kolonel, policëve që kanë punuar edhe në sistemin e kalum, do më thonën me fakultetet kryme, na si të ri, realisht, kena pas pak shpresë që mujna me arrit, apo dhe me arrit të gradimet, arsyeja pse se tash u dasht mi mbush kuotat e gradimeve dhe pozitave që mu të rjek nga dalë ndërkombëtarët. Kena pas major që është gradu për gradës polic, me njëherë major, më thonën, ato janë konë mbushja e sistemit thjesht e zyrtarëve në për pozitat, në për të gjitha pozitat që duhet më konë tamën më pavarësu policia e Kosovës mi pas e pror tonë vendor. Edhe femra u konë numër i vogël, mirë po një e kanë dëshmu femrat që me këmbgulje dhe me punën
e pandalshme të tyne, më thonë, kena arrit tash nuk ka fare dallim. Juve çfarë titulli keni që se nisemi nga gradat tuaja? Unë jam kapiten në policinë e Kosovës, ku në 2004, do më thane, kam marrë gradën e rreshterit për herë të parë. Në atë kohë kam qenë në polici kufitare dhe në pikën kufitare Hani Elizit. Kur veç hyna në testim të gradimit, aplikum shumë njerëz, në mesin e tyre, do të thonë si femër jam konon që jam kon listën e të graduarve, edhe filloi gradimi me policinë e Randit, më pas tani policinë kufitare. Para se mu gradu, më transferuan në aeroport, në aeroportin e Prishtinës, qatë kohë ishke puna e parë që u jep ke sigurimi e aeroportit tek policia kosovare, 2004, shkor 2004, do më thonë. Shkojmë pak në kontekstin e atërshme, po. Në 2004 nuk transferova në aeroport, atje tani veç mora gradën e rreshtirit, masi veç e gati një vjetë nuk ka ra me prit. Masi jam gradu rreshter, mas 6 mujve në u dha mundësia me hi për toger, ishin testimet më të shpeshta për gradime, më tha mu mbulu kuotat e abdetjesh pozitat me grada, aty ka marrë gradën e togerit, mirë po fakultetin e kisha akoma të pa kryer. Edhe mora gradën e togerit dhe stopova vetën që jo më gradime pa e kry fakultetin. Mirë po tani dhe ndërkohë unë në aeroport veç fillova punën, u transferova në polici kufitare, dhe më thonë operativ, qendër të operativës, u martova, linda fëmijët, do më thanë, mas fëmijës së 6 e ka marrë gradën e kapitenit në 2013, më thonë një kohë gjatë, nuk ju kam nështru proceseve dhe gradimit, për shkak se isha veç të rritë fëmijë. Mirë po në 2013, hina për kapiten, e kreva që besa dhe i linda 6 fëmijë, mirë po dhe e kryta fakultetin juridikun e përgjithshëm, edhe thjesht për këraja s'm ka mungu n'asnjë aspekt. Punën zyrtare, do të thonë, momentin që i kena pas pushimet e Leonis, pushimet vjetore, i kena kry me rregull. Cila ka qenë mbështetja juaj më e madhe, sepse ishte vërtet shumë e bukur informacioni që na dhatë që në momentin që ju po rriteshit në karrierë, po rriteshit në grada, po shkolloheshit, ndërkohë keni bërë edhe 6 fëmijë. Policinë kufitare kur kalova dhe u caktova në polici të Randit momenti që u ndërru drejtore në 2010, dhe më caktoj në stacionin policor Qandra në Prishtinë. Atje kena shku së mu për 3 vjetë e gjysmë, realisht 4 vite më ka ra me punu veç paradite. Si me legj, me rregullore, në më thonën, i kena pushimet e Leonis, pushimet para lindjes, momentin që ti veç jetë shtatzon, në më thonë, e ki punën e letësume, ma shumë kena kry punë administrative, kohën, në më thonë, shtatzanis, apo edhe marrje në pyetje të rasteve. Njëra anë është sistemi që është krijuar brenda policisë, e cila ju lejon juve ose ju maksimizon që t'i mbani të dyja, edhe familjen edhe. Mbështetje tjetër keni patur nga eprorët, nga familjarët? Definitivisht nga familjarët, gjithsesi, familja është njëra prej faktorëve kryesor që të mbështet, pa mbështetjen e familjes, realisht, shumë sane veç sigurisht që i kishin dështu, kem pas për krajen e familjes, mirë po dhe të eprorëve, lindjet i kam pas një pas njëshme, për 3 vjetë i kam lind 5 fëmijë, se lindjen e 4 kanë qenë bineq, edhe për krajen e eprorëve kam pas në maksimum. Realisht, më kanë ndihmu edhe në shumë aspekte, të kanë motivu në aspektin edhe të natalitetit, të kanë përkra anën morale, mirë po dhe profesionale. Thjesht formimi i shoqatës së gruas police, do më thonë, pak është po sindikata, pak shoqata, pak epror, do më thonë, kanë ndikuar drejt për drejt në përmirësim. Përmirësim të kushteve, do më thonë, kena rrit mi ja dale dhe mi rrit fëmijët, edhe në anën e profesionit mi kry detyra zyrtare, mirë po edhe në anën morale, kështu jeni qetë. Pse e ke pa kontributin edhe thjesht të arriturat tona. Pasi mori gradën maksimum, vendose të bëjë edhe 3 fëmijë të tjerë, po kuptoj nga historiku jote. Mbas linda fëmijën e 6, më thonë një kohë
ngjecje disa vite nuk ka pas proceset gradimit, ndrimi i politikave, du më thonë edhe politikën qeveritare edhe politikat, du më thonë ndryshimet e ligjeve dhe parimeve dhe procedurave të policisë, niku nuk ka pas, atëre bënën kusht që për ta marrë rrogën, gradën e kapitenit, duhet me pas e bënën kusht patjetër ata që nuk e kanë fakultetin e krym nuk munden. Unë në atë pove që kesha, fati ndër të tjera, du më thonë ishke konkurenca pak më e vogël, edhe aplikova për kapiten, edhe mora, realisht fitova, e kalova testin, i kalova gjitha procedurat për me marrë gradën e kapitenit. Më thonë, mas fëmijës së 6 e ka marrë edhe gradën e kapitenit. Po, dhe pastaj vendos të bëj dhe 3 fëmijë. Po, dhe 3 fëmijë tjerë. Me 7 lindje i kam 9 fëmijë, 2018 do më thonë kanë lindë bineshtë e dytë, edhe në 2018 edhe djali vogël, kështu që jeta... Këto gradat i keni marrë pikërisht për këto lloj sfida që ke patur, apo ka ndonjë domethënie? Këto është njëra është medalja e 10 vjetorit, medalja e besnikërisë që i jepet me ligjin dhe me udhëzimin administrativ, edhe tjetra është e 20 vjetorit shërbimit, që nuk ju i keni përmbushur 20 vitet. Po, 24 viteve që kam mbush në polici, është ma shumë se merit, me thonë drejtën, është një diçka që të nxit me dhonë kontribut maksimal. Jo, shumë emocionuese gjithë kjo histori. Është shumë e mirë. Unë kemi shumë kolegë që kanë marrë pjesë në raste të ndryshme, ku kanë medalje të ndryshme për raste që kanë marrë shpëtim të jetës, intervenime, do të thonë në asistenca të ndryshme, ku ka shumë prej kolegeve tona femra që i kanë marrë numrin. Mund të na thuash sekretin si mund të bëjnë këto balanca? Shumë fëmijë, partneri nga ana tjetër, nuk e di, ka patur të njëjtën profesion me juve në polici, apo që mund të arrit të kuptoj një grua në polici, apo keni patur shumë familjarë të rrotull që ju kanë ndihmuar? Si bëhen gjitha këto? Me thonë të drejtën, unë para 4 vite vetëm jam e shkurorzu, u tërhieka nga Prishtina, mora fëmijët, do të thonë me urdhër gjykatës, edhe u ktheva në Gjilan. Nuk u kone lehtë, po me thonë drejtën e kam një rati. Në qoftë se do ishim një auditor me vajza të reja që nuk e din çfarë drejtimi do marrin dhe po të shkosh në përgjimnaze, të paktën në për Shqipëri, shpesh bëjmë të pyetje çfarë drejtimi do marrësh, çfarë do t'i thoshje pikërisht i brezi, sidomos vajzave, përpara se të zgjedhë një profesion. A duhet të zgjedhim me prioritet një nga profesionet e uniformave, edhe nëse po, çfarë mund t'i thoshje atyre? Unë me plot kuptimin e fjalës ju kisha referu të rejave, sidomos femrave, që mos të ngurrojnë edhe mos ta shohin punën profesionale me uniform, sidomos në polici, se zguxoj të flas për ushtrinë, se s'kam të bëj pjesë me ta, mirë por në polici është vendi vetëm që munden me dhon kontribut ndaj popullit tonë. Kena ardhur me një situatë realisht që shumica e të rive tanë po e mendojnë që është zgjidhje me lëshu vendin dhe me dal jashtë. Jo, i kena mundësi tash, realisht, kur na mas luftës jena të kyç në polici, kena pas kushtet shumë adopta, të kanë udhëheq ndërkombëtar, nuk kena mujtë edhe ata pak kolegë që kanë qenë me përvojë të punës, kanë qenë me mosh begje të shtyër, edhe me thonë drejtën e kanë pas një distancë, shumë pak kena mujtë mu konsultu me ta. Nuk na kanë këshillu sa duhet, ma shumë të na u ka dashtën me ndërkombëtar kena pas pipi tana shteteve mu konsultu me ta, se me vendor tonë. Tash, te na për shembull s'po shkoj hiç më larg. Unë jam një zyrtare që i kam 24 vjet për voj punë, domethënë gati 2 dekada e gjysmë. Jam në gjendje edhe jashtë orarit punës me i këshillu, me udhëzu edhe me tregu rrugën ka duhet me ecë. Thjesht një ndihmë që mua me dhonën personalisht secili e pror në polici. Unë për vete jam shumë krenare që jam polec, edhe ndi vetën me privilegjume
pse muj me ndihmu secilit zyrtar policor të ri, mirë po dhe secili qytetar për në secilin rast. Është më shumë se krenari, unë kisha preferu jo që është vetëm një profesion të bëhesh polic, po është mision jetësor, gjë që besoj që kanë me marrë kurajo dhe kanë me konë ma shumë të interesum, e sidomos femrat që jem të barabartë, nuk duhet me ndi vetëm pse jam femër dhe nuk moj, jo. Besoni që me punë si femra, si mashkuj, absolut nuk kanë dallim. Kishte një mesazh shumë i bukur. Nuk është asnjë dallim se të gjithë mujnë m'ia dal. Faleminderit shumë. Më thënë keni bërë mbylljen, s'ka nevojë ta bëjmë mbyllje sepse ke bërë aq bukur mbylljen me një lloj mesazhi që na i transmetove emocione, na transmetove sfida, na transmetove gjithë motivin, humanizmin që keni bërë për këto 24 vite. Shumë faleminderit Nexhmia që ishe sot me neve. Faleminderit për gjithë devotshmërinë tuaj, për gjithë sakrificat dhe vazhdimsinë që bëni në këtë punë. Ju uroj shumë suksese në vazhdimsi dhe patjetër që historia juaj do të jetë një frymëzim jo vetëm për vajzat e reja tashmë, por duke u nisur nga mua. Faleminderit që punoni dhe punoni me kaq shumë devotshmëri. Faleminderit edhe juve. Unë ju falenderoj nga shpirti për ftesën dhe pjesëmarrjen në këtë podcast. Është një pasqyrë shumë e mirë nga ana juve që thjesht me dhoni vetëdijsim për gjeneratat e reja që nuk është e pamundur puna në uniform. Uniforma është njëna nga detyrat që ta lehtëson punën, ta lehtëson jetën, edhe secili nga ne bëhet shumë ma human, ma para bëhet human se profesionist në momentin që të vesh uniformën. Faleminderit shumë. Faleminderit që na ndoqët në këtë podcast. Do të shihemi në podcastin e radhës. Ky është projekti Gratë Uniform, një projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike.